Mirë, zbashku sot me familjen e krymë obligimin qytetar, votuam për kryetarin e ardhshëm të Gostivarit, edhe pse në raundin e parë vetëm për 21 vot fatkeqësisht nuk u zgjodh Valbon Limani. Shpresoj se sot Sovrani e ka fjalën, do të flet përsëri dhe besoj dhe uroj se një gjenerat e re të politikanëve do të vazhdojë të udhëheqë komunën e Gostivarit. Gostivari çdo herë ka pas kryetar dinjitos dhe shpresoj se sonte në mbrëmje përsëri do të kemi një ekip të re e cila duhet ta udhëheqë komunën tonë. Informacione që flasim të rënë, si zhvillohet procesi zgjedhor dhe si prisni mbarojnë? Në bazë të informacioneve që marr, deri tash është çdo gjë në rregull dhe dalshmëria është pak më e vogël, si zakonisht në Gostivar qytetarët votojnë pak më vonë, por nuk pres që dalshmëria të jetë sikur në rundin e parë. Me siguri do të jetë pak më pak se rundin e parë. Prej çdo kundi marrim informata që kandidati i Aleancës Kombëtare për Integrim ka përkrahje të jashtëzakonshme, por në mbrëmje përsëri e them Sovrani do të flet me rezultatet që do të mblidhen prej gjitha vendvotimeve. Dita e fundit çdo të them kështu kandidat me ekipin e vet, me shtabet, shfrytëzojnë që të bëjnë komunikimet e fundit për para përgatitje për zgjedhjet. Nuk kam ndonjë informacion shtesë, besoj dhe uroj që procesi zgjedhor të jetë fair dhe demokratik. Në Gostivar kështu ka qenë çdo herë përveç 2013 kur ka pas shkelje të jashtëzakonshme, përndryshe prej atëherë çdo herë proceset kanë shkuar ashtu si duhet. Them, në teren dominon me infrastrukturë, me organizim Aleanca Kombëtare për Integrim, por e shohim them në fund Sovrani e thot fjalën e fundit. Pritni të njëjta rezultate edhe në Vrapçisht? Po, besoj se edhe atje spaku në bazë të informacioneve që i kemi, edhe në raundin e parë rezultatet u treguan, po përsëri besoj se do të ketë rezultate, por them, le t'ja lëm Sovranit deri në orën 19 ta shpreh vullnetin e vet.